Vendosni një qep në dhomën tuaj dhe të befasoni çfarë ndodh. Qepa është një ndër perimet me veti të shumta shëndetësore, prandaj është e rëndësishme që ju ta përdorni sa më shumë atë. Ndoshta keni ditur shumë informacione në lidhje me të mirat të saj shëndetësore, por nuk e keni ditur se të vendosni një copë qep të qëruar në dhomën ku rrini, ju mund të përfitoni shumë prej saj. Qepa e freskët dhe e pa përpunuar ka efektin më të mirë në shëndetin e njeriut. Në mënyrë që të mos sëmureni këtë dimër, ju duhet të vendosni një qep të qëruar në ambientin e dhomës, diku mbi kuzhinë ose frigorifer, për shkak se qepa është në gjendje që të thithë të gjitha bakteret të cilat sillen në dhomën tuaj dhe që mund të t'ju shkaktojnë ndonjë grip ose ftohje gjatë kësaj stine. Kështu, për të qëndruar të shëndetshëm dhe pa grip këtë dimër, qërojeni një qep dhe vendoseni diku në dhomë dhe bakteret do të ngjiten në të dhe jo tek ju.